Në një reklam kundër tarifave tregtare u transmetua në rrjetet e mëdha televizive amerikane dhe e financuar nga qeveria e Ontarios, ka krijuar një përplasje të pazakontë mes Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara. Kryeministri kanadez Mark Carney, duke folur pas samitit të zhvilluar në Korenë e Jugut, konfirmoi se ai ka kërkuar personalisht ndjes presidentit amerikan Donald Trump për mënyrën se si reklama u perceptua. Sipas Carney, kërkesa për falje është bërë në një darkë ku ishin të pranishëm të liderët dhe kishin për qëllim uljen e tensioneve të panevojshme mes dy aleatëve. Deklarata e tij erdhi pas asaj të Trump, e cila e konfirmoi ndjesën duke theksuar se i pëlqen Mark Carney dhe se ka marrëdhënie të mira me të, por shtoi se bisedime tregtare nuk do të rifillojnë. Reklama që shkaktoi debatin rikthete në kujdes pjesë të një fjalimi të ish-presidentit amerikan Ronald Reagan, ku ai kritikonte tarifat si politika që nxisnin luftra dhe dëmtojnë ekonominë. Për Trumpin, që shpesh dhe vetë referuar tek Reagan për politikat e tij doganore, kjo u konsiderua si një mesazh i padrejtë dhe i manipuluar. Si pasojë, administrata amerikane pezulloi bisedime tregtare me Kanada, ndërsa tensionet diplomatike kanë reflektuar dhe në ekonomi. Të dhënat zyrtare të publikuara të premten tregojnë se ekonomia kanadeze është pothuajse një stacion në një rritje modeste prej vetëm 0.4%, çka tregon ndikim të drejtpërdrejtë të krizës tregtare në SBA-n. Në Ottawa, qeveria kanadeze përpiqet të minimizojë ndikimet e incidentit duke theksuar se marrëdhëniet me Washingtonin mbeten të forta dhe miqësore. Megjithatë, rruga drejt rikthimit në tryezën e negociatave duket ende e gjatë.